A e dëgjuat edhe ju? Cila këngëtare po mendoni se ishte? Hiq mos ha mendsoni më shumë se kjo këngëtare në fakt nuk ekziston, edhe e di se do të thoni se si ka mundësi. Ky në fakt është një band muzikor shqiptar i cili është i pari i përbërë nga inteligjenca artificiale. E dorën në zemër po këndon shumë më mirë se shumica e artistave tanë. Grupi quhet Zana e deri më tani kanë publikuar vetëm këngë të vjetra qytetare, si O moj ti me sytë e zi, Zare, Bukuri moj bukuri, e shumë të tjera si këto. Ende nuk dihet se kush po qëndron në prapa këtij bendi muzikor virtual, por qysh në fillim ka marrë vëmendjen e popullit me interpretime të veçanta, duke tingëlluar gati real. Shqipëria ka emëruar një ministre virtuale të quajtur Diella, e cila është krijuar po ashtu nga AI, por me sa duket nuk është se po ndalet aty. E kuj dihet mbas nesër edhe unë nuk do të jem këtu duke folur me juve, por një robot i inteligjencës artificiale. E ju çka mendoni? A do rrezikojnë edhe këngëtarët nga inteligjenca artificiale?